Na falni, patëm një problem teknik. Të ftuar kemi zëvendës ministren e energjisë dhe ujësjellësit, Lindit Atela. Po e fillojmë nga fillimi. Ju si zëvendës ministre e energjisë dhe ujësjellësit që do të jeni. Populli shqiptar vuan për ujë dhe drita nga keq qeverisja e dy partive PD dhe PS për 35 vjet. Ju si qeveri teknike që do të jeni, çfarë ju garantoni shqiptarëve dhe se janë mashtruar për 35 vjet? Së parë ju falenderoj sërish për ftesën. Gjëra që ndodhi. Nuk ka asnjë problem. Rëndësishme është që në kohën në vazhdim mos ketë më problematika të tilla. Populli shqiptar ka kaluar vështirësi në regjime të ndryshme dhe gjatë qeverisjes së PD-s edhe PS-s, që padyshim kanë lënë shenjat e veta në mos zhvillimin e Shqipërisë. Mungesa e dritave në vitin 2026 është turp të përmendet si fenomen, gjithashtu edhe mungesa e ujit që është me orar, duke qenë se resurset në Shqipëri, pra burimet natyrore të ujit në përmale, është në furnizime të mjaftueshme. Qeveria teknike, së bashku me stafin e krijuar për çdo ministri, do ndryshojë faqen e Shqipërisë një herë edhe përgjithmonë. Si zëvendës ministre e energjisë dhe ujësjellësit, ne jemi zotuar që në ditët e para të futjes në qeveri do prekim nga afër çdo problematikë të popullit shqiptar. Kemi evidentuar problematika dhe zgjidhjet kur Shqipëria do ndryqohet me 24 orë. Ndaj dhe propozimet tona janë propozime të mirë studiuara nga specialistët tanë. Një sektor i rëndësishëm për problematikat shqiptare është edhe sektori energjetik. Është e rëndësishme rritja e kapacitetit prodhues të paktën me 2 giga për eksportin e energjisë. Pra Shqipëria do eksportojë në çdo moment 2 giga në çdo kohë, pasi të jenë mbuluar nevojat e Shqipërisë për energjinë elektrike. Në gjithë vijën bregdetare do verifikohet gjendja e hotelerive për të parë kapacitetet e tyre të konsumit dhe do ndërtohen impiante fotovoltaike në çdo qytet të ketë parkun e tij fotovoltaik për të mbuluar shpenzimet e tyre, sidomos gjatë periudhës së turizmit. Në çdo qytet do krijohen nën stacione rezervë për energjinë elektrike. Është shumë e rëndësishme për ne, duke qenë se ne jemi njerëz dhe kemi problematika të ndryshme shëndetësore, hasim vështirësi të mungesave të dritave në zona spitalore, në institucionet spitalore. Ndaj është menduar që spitalet në Shqipëri të lidhen me 3 linja elektrike. Prodhimi nga era, prodhimi nga dielli dhe prodhimi nga uji për plotësimin e nevojave të pacientëve tanë në çdo kohë. Duke qenë se ne vazhdimisht lëvizim në për rrugët që edhe pse janë inauguruar, edhe pse janë të asfaltuara tashmë, kanë problematika të ndryshme me ndriçimin rrugor. Do krijohet një impiant për ndriçimin 24 orë për rrugët e Shqipërisë pas studimeve të gjendjes, ku kostot do paguhen nga dielli për çdo aks rrugor dhe për çdo ndriçim të realizuar nga shteti shqiptar. Çdo linjë elektrike do jetë vetëm toksore dhe jo ajrore, pasi përbën rrezikshmëri për popullatën si në zonat urbane, ashtu edhe në zonat rurale. Një problematik tjetër që haset për popullin shqiptar, përveç se mungesës së dritave, është edhe mungesa e ujit edhe uji me orar. Ju thatë pak më parë që është problematik kryesisht në zonat rurale, por që haset edhe në zonat urbane her pas here. Do krijohet një ekip kontrolli nga Ministria për plotësimin e popullatës me 24 orë ujë. Ata do verifikojnë në terrenin shqiptar gjendjen e furnizimit me ujë të pishëm, duke marrë masa për cilësinë edhe sasinë. Kjo gjë do realizohet me krijimin e një laboratori ku të bëhen analizat për të gjitha bashkitë për ujin e pishëm që qarkullon për banorët shqiptar, në mënyrë që atyre në një afat të gjatë kohor mos t'u shkaktohen problematika shëndetësore. Zonja zëvendës ministre, energjia dhe ujësjellësi do të jetë shtetëror apo privat gjatë qeverisjes tuaj? Çfarë lehtësimi keni bërë për pensionistët, invalidët dhe për familjet në nevojë dhe që janë lënë harres?
Kjo faktikisht është një pyetje shumë sociale që i prek të gjithë ne nga pak, Sepse gjithë shqiptarët janë të lidhur me energjinë dhe ujësjellsin. sepse janë nevojat tona bazike. Kompanitë e energjisë dhe ujësjellsit do jenë shtetërore për gjatë një viti të qeverisjes tonë. Më pas, kompanitë e mëdha private, të cilat do operojnë në tregun shqiptar, në çdo funksionalitet të tyre do jenë në menaxhimin e shtetit shqiptar. Pensionistët, invalidët dhe familjet me përkraje sociale do suportojnë nga shteti dhe fatura e tyre e energjisë do jetë me zero kosto. Pensionistët të cilët jetojnë vetëm pa fëmijët e tyre ose i kanë fëmijët jashtë shtetit. Invalidët që kanë pësuar problematika të tyre fizike apo psikologjike gjatë periudhës të tyre të jetës. Gjithashtu edhe familjet të cilat janë në nevojë do suportohen nëpërmjet ndërtimit të një projekti fotovoltaik në çdo qytet dhe kosto e tyre do jetë zero. Zonja Zëvendësministre, nga intervista që profesori ka thënë, në çdo ministri do të ketë të paktën 200 punonjës. Po me këta punonjës që janë aktualisht, çfarë mendoni që do të bëni? Është shumë e rëndësishme që kur vendoset dhe dikush vihet në një qeveri të re, ka një plan dhe ka një mënyrë qeverisje të specifikuar dhe të analizuar dhe për anën administrative. Profesori ka pasqyruar në intervista që realizon që organigrama e qeverisë teknike është aktive dhe e mirë strukturuar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është ministria më e madhe në organizim. Në qeverinë tonë do të jenë pjesë të gjithë punonjësit të cilët punojnë me nder dhe kanë punuar në përputhje me legjislacionin shqiptar, pra pakaluar në veprime korruptive. Gjithë secili i din veprimet e veta dhe tek ne do pranohen dhe të qëndrojnë vetëm profesionistët. Të gjithë të rinjt, të cilët ka një bagazh të caktuar akademik, janë të mirëpritur në qeverinë tonë për të dhënë kontributin e tyre. Zonja Zëvendësministre, a keni ndonjë thirrje për intelektualët dhe cilat do të jenë kriteret që do të bëni? Qeveria teknike e Partisë Shpresa Demokrate bën thirrje për njerëzit me vlera, njerëzit intelektual dhe profesionistët të fushave të ndryshme akademike. Ekonomistët, juristët, inxhinierët elektrik, inxhinierët e ndërtimit, gjithashtu një pjesë e rëndësishme e sektorit ton janë edhe inxhinierët topograf, geodet, profesorët e të tjerë. Çdo gjë bëhet më e lehtë dhe më realizueshme nëse secili prej nesh kontribon në ato që e ndjen veten më mirë dhe në ato që e ndjen veten më të formuar. Ndaj ftoj të gjithë të rinj të jenë pjesë e nismës tonë që të realizojmë çdo gjë së bashku dhe me një virtyt të lartë. Le të kontribuojmë të gjithë për Shqipërinë natyrore dhe për shpresën e kombit. Zonja Zëvendësministre, të falenderoj për intervistën. Ju falenderoj shumë për festën. Na falni edhe për intervistën që u bë 2 herë. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.